Është zhvilluar sot në Shkodër nisma sensibilizuese bashkë për jetën dhurojnë për shpresën. Viola Shano, shefe e sektorit të mbledhjes së gjakut pranë qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut në Tiranë, thekson se kjo është një nismë që po zhvillohet në disa qytete të vendit, me synimin për të ndërgjegjësuar qytetarët mbi rëndësinë e dhurimit të gjakut dhe solidaritetit njerëzor. Këtë nismë kemi marrë edhe në qytete të tjera të Shqipërisë dhe ka të bëjë me solidarizimin, me ndërgjegjësimin e popullatës për dhurimin e gjakut në ndihmë të pacientëve me talasemi, me persona të cilët vuajnë nga anemi kronike të lindura dhe që është shumë i rëndësishëm për të dhuruar gjak dhe për të qenë prezent, për të dhënë mesazhe që qytetarët të afrohen dhe ta bëjnë këtë detyrë qytetare që është në të mirë të shëndetit tonë. Me autohemotekën e kemi shkuar në qytetet e mëdha si Durrësi, Fieri, Vlora, Saranda, Gjirokastra, Korça, Shkodra, Lezhë, pra duke ju atashuar edhe programeve që kanë autoritetet lokale, siç është çelja e sezonit turistik, ku ne jemi aty me autohemotekën tonë për të bërë thirrje qytetarëve për të bërë dhuratën e jetës atë që është unike, siç është dhurimi i gjakut. Shano u shpreh se e vitet e fundit është vërejtur një rritje e ndërgjegjësimit të qytetarëve për dhurimin e gjakut. Ne shohim që nga viti në vit kemi një rritje të qytetarëve të cilët dhurojnë gjak. Kjo për shkak edhe sepse po marrin informacionin e duhur, ne tashmë kemi bërë të mundur që të kemi të njëjtin standard, ashtu sikundër se mund të dhuronin edhe në Tiranë, sepse autohemoteka i ofron këto komoditete, siç e shikoni, mund të bëhet dhurimi me të njëjtat kushte ashtu sikundër se mund të bëhen në çdo bank gjaku që i ofron këto mundësi. Mjekja apeloi që qytetarët të bëhen pjesë e këtyre iniciativave humanitare, si çdo dhurim është një mundësi për të shpëtuar jetë. Në radhë të parë dua të falenderoj të gjithë ata të cilët kanë bërë të mundur që jeta të vazhdojë nëpërmjet aktit të dhurimit të gjakut dhe dua që të na bashkohen sa më shumë në këtë zinxhir jetë shpëtues. Aktiviteti nisi me dhurimin e gjakut pranë shkollës 28 nëntori, ndërsa përfaqësues të institucioneve vendore, qytetarë dhe të rinj u bashkuan në marshimit sensibilizues nga sheshi Nën Tereza tek Bashkia Shkodër.